Dal! Një vizë. Në bënë për të fajë një herë, vlasë, jo si kom po qëtë në tonë një herë. Ishtë ato shtrisë lirëmtarë të Kosovës. Një marrë prej Zvicre, e kam dëshirë të takoj komandantin se kam një punë urgjent. Po shkoj po këqyri au komandantin shtab edhe viti informoj me një herë. Në rregull, faleminderit. Që ka dalë ti? Si e një? Se po mirë po ti? Po ke mujto e lua. Që ka dalë? Jo mirë? Mirë, faleminderit. Zotri komandant, Ushtar? ka orë një person civil, kërkon të takohet urgjent me ty. Që ka thonë, Ushtar, shko edhe bjere, deri te na, bashkë në përcjellje e min, shkon bashkë me këtë ushtarin. A u kuptum? Në rregull, zotri komandant. Bëm të bëmë të zemra me alko për shëra uniforme në ushtrisë lirëmtarë të Kosovës, emblemen, me shejko ja kem prit këtë ditë. Faleminderit. Mirë dita, përshëndetje. Këtë djallë është e lypi komandatin, a? Hajde, ornale. Ja, faleminderit, dita. Ty si për kalani? Mirë shtusi në përmolit, jam në tavë lodha. Po, ka dhanë. Ro kalën në zvicër atje. Mirë, që pak. Familja si është? Mirë, faleminderit. Jo, këtu a keni pa familja? Jo, ma të s'kena posë në në përmolit, hajde. Inshallah, janë mirë. Shpresoj që mujë me po mirë. Inshallah. Po lufta, po sakrificat drita. Po, këtu i ka luftat në bjenë sa në të. Zotë komandant, këtë djallë është ju kërkaj. Përshëndetje, komandantin. Përshëndetje, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjetëm. Jam në një prej Zvicrevi, të ishte ato inkandrohna në ushtrisë lirëmtarë të Kosovës. Dhe ishte të bisedaj me komandantin, si është dhe mëshme të inkandrohëm. Të lumt na jem, të lumt. Mirë se kjo ardhë. Mirë Hajde. se ju gjetëm. Hajde përshkojmë komandant dhe të shtatit. Emin, rojen e kilon atje? Po, shkretë në rregull. Po, në rregull. E, bërënajmë, po që e kalove rrugën? Mirë, komandantin, mirë. Apo të pengesa, vime Jo, mirë, kem kalu. për na vjen pak edhe udhtim në kome, notën e Me siguri. në bore, në shije. Po luftu kjo? Luft. Mallet e kanë këtë detyrë, si shka bënë, së një i kësaj. Ja. Po shqyqër se ka djem për më mujtë me dalë zetë batonit. Po, qësh po kaloni atje në Zvicër? Mirë, po kalë, mirë shumë. Po. Qësh po Je, po. pritet të shqiptarët atje kjo lufta e ushtrisë lirëmtarë të Kosovës? Mirë pritet, po atje është pak problem se jo jeni konë në luftë, na atje në liri, tani nuk të mujme, nuk zinët vend. Kjo nuk rahatohet njeri, kjo problemi më i madh. Lumë na që i kemi. Na em, ty të lumëshin këto konë që ke ardhe burë. Mirë si ju gjetëm edhe juve, po deshta të bisedoj me komandantin, po do gjona pak me rëndësi, për investime pak, për vlerjen të armatime. Une është edhe komandanti këtu, po na qëtash jena vendosin këtë territor, dhe antes kena mujt me bo një lokal, po sa shumë ku vendoset komandanti komanda, po ullëm që atje nërhije, jo dhe bojmë bisedë. A pajto është komandant? Po. Po ullëm që të? Po ullëm. Që në të bura. Kur keni veni një Ti të lumë të me lati. Më në pajtohëm për këtë dëshë tjetë. Po komandantat janë e kam një biznes në Zvicër, pjanës ekonomike jam mirë, e deshta të investoj me armatim, veshmbathje të ushtrisë lirëmtarë të Kosovës, po ku ta shihni jo të arsyeshme investimin e paras. Po ku erdha në Shqipëri, e takova një ushtarë, e bisedu me ta për shka muj me një mune, ku muj me dha kontributin tem mas shumëti. Ajo më tha se mirë është me taku komandantin direkt, me bisedu me ty, me po ku jonë të arsyeshme mjetet financiare. Qonë atje në Zvicër e kam një biznes, po atje nuk është kur gjahën, deri sa është vend dyhet në loftë, e ti je në liri, nuk është e knaqshme aja punë,
kështu si deshta të investoj në armatim, veshmbathje për ushtrinë shlirimtare, o ku ta shihni jo të arsyeshme investimin e tyne njete. Ka shfaqe bardhë më burë. Në me ko ke burë i malë. Po mundohem si cilën e mujtë me dha kontributin e vetë, atë Minerës. e bojmë më të mirë të mëshme, kjo është mënyra si mujnë me kontribu, po ju e dini ma mirë, ku ma cakteni një detyrë për si mujnë me dhonë e kontributin tem mas miri, kjo ju përket juve, deri sa jeni komandant, ma dërgani, me jepni një pozicion, cilën e shihni ja. Komandant, Unë, ti ka shfaqe bardhë, Naim. Edhe Faleminderit. ky kontributi juaj ka vlerë për luftën tonë qlirimtare. Po komandanti unë kisha thonë se Naimi ma shumë nuk është dashur atje se këtu. Çka thu ti komandant? në qatë menim kesh. Unë jam kontributin tem e dhonë maksimum e mas shumë të si është e mëshme. Diri sa vendi unë është në luftë, unë nuk mund më rahatun atje me punë, e me lanë shokët e dashamirët në luftë. Jo, Naim. Mundohna, Ja, Naim, ti ke orë. po, Edhe keme kontribu për luftën, por unë kisha thonë komandant, ma mirë kish qenë mi dhonë të detyra që mundet me na i kry ato në shërbim të luftës dhe të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Çka po thuti komandant? Edhe prej sotit, e ki përgjithësinë, armët, prej Shqipërisë dhe i këtu me na sjell. në rregull. Faleminderit për këtë besim si për ma jepni, unë jam i gatshëm. Qysh tani me fillu detyrat e Ja, juve? Naim, ti son të pusho, se edhe ashtu kështu rrugë gjatë e lodh, e nesër me të plagosën duhet me qu se i kem të lufta këto e ka. Po. I kem do të plagosën nën, ata urgjentisht duhet të dërgohen deri në spitalin ushtarak në Tiranë. Po. Dhe unë Unë- besoj se këtë punë, jo që e ketë besueshme, po na jemi shumë të sigurt se ti këtë punë ki me kry me sukses. Unë jam i gatshëm që është tash më nis me kry procedurën tem, përgjësin tem sham ta kërnu. Jo, në përshasante, e nesën e të vazhdoj. Unë po dal pak për njoftoj me ushtarë tjerë pa njoftohna, se po më knaqet zemra ku pisha me uniformë të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, kështu si kam qef pak edhe mi taku, mi njoftu, me po Qysh ki qefti? Faleminderit. Hajde. Njema. Që po fali si tinda. Që keni qenë të boshtë? Ja të bolla. Allah. Mi nuk boshtë se Allah. O, që kem fotin, edhe që në karo fotin, neve me mbrujt tamam këtë tuk të shaj. Por nuk të ushtria qlirimtare Kosovës, bo. Me qiturin në orë për i Zvistrës. E di kjo që këna ik, mole, montoj kë ullës. Po, shu që zotë im rretëm këtë. Qanë thërë se kesh me komandantë pak që të në rije. Kërëm se natën e vonisë për Shqipni. Që për dhe shumë më kënosë. Pja! Që gjithë mërë këm posë qefë edhe në më shku për Shqipni. Ua mo t'i kësire s'ki me orë. Kur shka më orë? Ja. Ka me orë edhe në tonë. Ti kësire ki më mgu mu, unë që shtë mgu gjithë ty. O tonë. Këna dhon fjallin shoj si më s'mu do kur? Po. Amo te di shiki koma. Ti s'mundesh me ecë. Në përmal e kom, e 2 javë ditë desa të shkoj në dip, nuk mundesh me ecë. Ti dush me najnë në Kosovë këtu? Tonë, mos më në ti më mbinë mu, se ja kom orë dhe unë e kom orë dhe pikë. Jo. Atë kujtuan që kena full në nije, për që të punë kajnë orë. Kena full. Kom thonë që unë e ti s'kene më do. Jo. Edhe vde kam qofë nevoja, kena më do dhëtë edhe unë nuk, ose në parë. Se në parë. Shok e jam. Ty kur s'ta kom prish? Ta kom prish në herë?
Jo por. Kësi herë ti ki më mungu mua, se na kena me shku në Shqipni me këta shok tjerë. Kena me morra matem. Ti ndosh me nej këtu. Ndosh me nej këtu, ti e kënena, kur t'lon ty këtu, unë jam shumë i sigur që gjithë shka ka më shku mirë. Ti nuk mundesh me jetë, ki komën e vrome. Anë mbretoni, Ki komën me plog, nuk mundesh. Anë qëre kësaj rodhe po të ngaj. Veç unë mo ka shkështi më thjeko morë. Bash gjithë. Besa Ma e fjallën, gjithë. u kry puna. Juve rruga e morë, inshallah vini sa më shpejt e sa më mirë, ju presim në këtu. Se a pishe sa vëndëtore të nështorë, kanë nevoj për armatim o vlo. Armatimin keme shku me morë, me po këtu, e keme Inshallah shku bashka për. ju prinë veç e mora, pa e veç qëqëron, së të harrej. Mo e men s'ku me të harru. E di, ta këthejme të mirën ty, e din ti. E din ti që ta është problem. E tënë, inshallah në këntu është udhës, se sa në të kiti, ha. Gjithë ti majgore, gjithë. Mërë të bukën që në gjepë, se më turë. Së më kimi mua të me të harrujt. Mustanin se unë e marrë bukën. Që galoni, pro. Galan, shërmatoni si si të bolli. Në më këthuja për të. Shimi! Hajde rruga mori ju shurë. Dhe tënë. Mare tënë. Ka vishëm më theshe, s'kina më do kur. Tash më do këtë mangulle. La vetëm pisi. Ku më rrujt gjithë sy të vollit. Po ta që më shku dhe unë po mirë. Shtrija shqirin të arë, nuk. Jina ma të forë, s'kina më dorëzu kur. Dobro dhe nej, a më të avla ta, a e zolla i rata, Po ka jo, lut për rrugë. mirë, faleminderit. Jo, si kalon. O, komandant, a dhe që kushor? Si kalon, mirë. Mirë. Familja. Që ka lut për rrugë, Po ata mirë, të ima të losha. Po, ja ka plakta nështë. O, ma e mirë, si ke orë? Mirë se gjeta. Si ka lutë? Se mirë. Rrugës mirë? Mirë kem kalon. Mirë shnash. Familja. Po, mirë. Vet. Mirë, sot. Na për male. 2 kamionë na vinë për mas 2-3 ditë në armatim, edhe detyrën që më dha punën e të plagoseve, kom dorëzuar vendin e Dohër, çdo sa është në rregull. Ka shfaqe bardh. Mirë si ke orë. Mirë se gjeta. Shul. O mirë se keni ardhur trima. Mirë se gjeta. Çelë shtoni këtu. Une! Po që shkalu të bura? Mirë kemi ardhur. Pak lodhur, po më vëllet shumë të madh. Toni për këtë grupë e kem siguru këtë armatim që ta dërgonin në Kosovë. Morali trima vë shumë i lartë. Kanë ardhur edhe shumë vllazën prej Gurbetit. Janë duke kontribuar shumë vllazët në Gurbet. Nuk do ta kemi problem për armatim. Duke ju falenderuar edhe vllazët tonë në Shqipëri. Morali trima vë shumë i lartë. Kem nevojë shumë për armatim vëlla. Kështu që mos hopni kohë, shtrëngoni kuajt se rruga gjatë dhe moti është i ligë. Por e di që jeni edhe shumë të fortë. Për lirina dhe do t'ju ndihmoj edhe Zoti. Sepse mu më duhet të kthehem për të siguruar armatimin edhe për grupin tjetër. E juve rruga morë e të fola shokëve. Zoti ju rujt. Miru pofshim, shihem së shpejti në Kosovë. Ti shtrëngoj mirë kuajt, se besa rruga gotë është, edhe e kanë rënë. Po pse pithu kali? Hajgare po bëj, se bollë rënë e kanë valla gjuna. Po du me full për veten. Shqyr që ma pruni Zoti e me kap armën me luftu për lirinë e Kosovës. Ti sholla nuk bina do një prit sebve, se që atëhet kalzej që është luften ti. Po edhe nëse bit, e nëse vritna, trimreshtat vdesin front luftës. Ah, më i guj, edhe në shka bajnë.
shpëll e më shaj vetit. Po nejse, a ban me të vetë o diqka? Po, veç hajde një mom tash të ngaj qëta që të. Shka? A je e fejume, a e martume, a dashurume, a nejsen? Po, jo me dashurume, ama në gjirinë e Kosovës. Nime, a kështë vdek për Kosovë? Me vdek për Kosovë është dashnia edhe fatja më i madh. Orën dhe kanë dalë, tu, dy snajperistat, nejtë për para 20 metra. Pas i kena armatimin, duhet me konë shumë sigur të rruga, me vëzhgu terrenin, se kena armatimin për me qutë shokët atje. Duhet me konë Shokë komandant! Vazhdo për para. Dhe një vetën shumë krenar si ko mujt me ndihmu ushtrisë lirëmtare të Kosovës. Ona e mburri, na bërë që ja kema dhejot, ja kem bërë mumin, sakrificën, gjakun, bërë që ja kema dhejot. Edhe sët me vdek për atë dhej, dëshira jem ma modhe i shka. Na jem njerëz të mirë nuk vdesin letë edhe dëgjo. Kjo luftë. Mund të bish ti, mund të bijon, mund të bjerë. Veç dije një, se dëshmorët gjithmonë kanë veç datë lindje. Po ti çështë e kalove rrugën mirë? Mirë shumë kem kalu. Mirë kem kalu, mirë e marr. A ka diçka të reja në? Po ka, harrova me të thonë se sa dhe vinë 2 kamiona me Nalo pak ti, nalo pak se. 2 A bëshe, ato janë në rojet atje. Po? Sa dhe në bramja o nesër vinë edhe 2 kamiona me armë e me vesh mbathje për ushtrinë lirëmtare të Kosovës. Përbes prej fillimit që ka fillu kjo luftë, qysh në aksionet e para, qysh në hapat e parë, ti ke bo shumë për lirinë atë. Bendo që ke bo shumë për lirinë atë. E kam edhe një dëshirë, komandant, që du me nejt me ushtrinë lirëmtare të Kosovës, me u bashkangjit frontit me shokë. Po na embre, po ti na duhesh, na ke dosht për vokti, ti na duhesh, apet atje na duhesh. Edhe piktushit, ku të ka nevoj, shkoj atje edhe vi këto, po kam qef, t'jam me shok në frant. A e ke vendos më nolë vijat frontit? E kom vendos edhe nuk thej në anej, tu kisha lu. Bire dorën se me besë zotit, Panderit. tash kena me shku në shtab, Po. uniformen, armen, në beteja me emër të zotit. Inshallah është e hajri. Fitoria o e jona na em. Gjithmonë ka, vetëm vanem ka. Panderit. A dalim këtu kalojna, veç këtu e kem shtabin fillat. Po.